Ministrëve, nga të parë, ju sjell një përshëndetje nga zhdajet e mi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për procesion shkencor, për rolin e figurës së gruas në shkollë. Falenderoj kryetarin përparim Luka dhe drejtoreshën ekzekutive Davida Marko, që nga dha mundësinë të marrim pjesë në procesion shkencor për figurën e gruas shqiptare. Nderuar të pranishëm, sot jemi mbledhur në këtë konferencë modestore për të ngritur dhe mos lënë në harres figurat e ndritura të grave shqiptare që bën histori me kontributin e tyre për të mirën e atë tonë të përbashkët. Ndër shumë figura heroinash shqiptare, unë sot kam zgjedhur të flas për heroinën e heshtur Drita Bushati, një bie e denjë veri, një grua që u bë simboli dashurisë për atë vend dhe për kushtimit të pashuar ndajnisë nga luftëtarët e UÇK-s, u pakëzua me emrin Nën Drita e UÇK-s. Po kush është Nën Drita? Po atë them shkurt. Drita Bushati, e bia patriotit dhe adhetarit Ajdin Baraktarit, nga fisi baraktarëve të burit Gashit në Malësinë e Gjakovës, një ndër organizatorët dhe firmëtarët e konferencës së Bujanit, familje patriotësh brez pas brezi. Drita, bia e madhe e familjes Baraktari, motra e 4 vëllezërve dhe 3 motrave, të gjithë intelektual të nderuar, Shkëlzeni, Iliri, Zeneli, Bashkimi, Vetima, Besa dhe Yllnoria, u rritën në gatër atë dhe dashurie dhe burërie. Nën Drita më vonë, u bë bashkëshortja e intelektualit të njohur Sejt Bushati, me të cilën ndau jetën dhe ideale, ku në jetën e tyre u gëzuan 4 fëmijë, 3 djemë dhe 1 vajzë. Nën Drita është nëna e Petrit Bushatit, ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë viteve vendimtare të luftës së Kosovës, i cili mbajti lidhje direkte me presidentin asaj kohe, Clinton, dhe dha një kontribut të madh për çështjen kombëtare dhe u nderua me medaljen e artë nga presidenti Thatcher. Nën Drita ishte një nën shëmbullore për djemtë dhe vajzën e saj, një gjyshe shëmbullore dhe adhurueshme për nipat dhe mbesat, dhe një teze dhe halle dashur për niprit dhe mbesat, kudo që ishin. Ku me gjithë ndante gëzim, jepte çdo këshill dhe çdo lutje zene. Për të gjithë ne, ku unë kam fatin të jem dhe mbesë e saj, nuk ishte vetëm figura e respektuar, por ishte dhe përqafimi ngrohtë, fjala butë dhe kujdesi për kushtuar. Në këtë familje gjeneratat lidhen me një fill të artë që quhet atë dhe dashuri. Dhe në zemrën e saj gjithmonë qëndroi nëna Dritë, gruaja që me urtësinë e saj dinte të ishte dritë në errësirë, strenës tuhi dhe fjalë mirë në kohë të vështira. Po pse u pakëzua Nën Drita me emrin nëna UÇK-s? Pas viteve 90, shtëpia e Nën Dritës, që ishte mund zemër të Tiranës, u bë streha dhe baza më e sigurt e djemve të UÇK-s. Në vitin 92, në shtëpinë e Nën Dritës, u strehua heroi legjendar Adem Jashari. Heroi Luan Haradinaj jetoi për disa vite deri në fillimin e luftës në shtëpinë e Nën Dritës. Vëllezërit Haradinaj e kishin nën të dytë Drita Bushatin. Ajo ishte më shumë se një nën për djemtë të UÇK-s. Ishte shpresë dhe dritë për çdo djalë që mori armët dhe luftoi për lirinë e Kosovës. Ajo si bi patriotësh ju mësonte djemve të UÇK-s se si të përdorin armët me guxim dhe dignitet. Shtëpia e saj, që ishte në mes Tiranës, nuk ishte veç një streh për luftëtarët e lirisë dhe djemtë të UÇK-s, por ishte dhe një bazë e sigurt
për armatimin që transportohej nga shtëpia e saj në Kukës dhe pastaj nga Kuksi kalonte në përmale drejt Kosovës. Çdo mur i shtëpisë Nën Dritës është i mbushur me histori të luftrave të UÇK-s. Po Nën Drita nuk ndihmoi vetëm vjen të UÇK-s të Kosovës. Ajo bë stre edhe për luftëtarët e ushtrisë krijimtare kombëtare të shqiptarëve në Maqedoni. Si e kujton Ali Ahmeti Nën Dritën? Nana Dritë, bia e një familje adhetarësh dhe patriotësh, meriton mirënjohje nga të gjithë ne luftëtarët. Ajo dha një kontribut heroik, duke ndihmuar për liri dhe pavarësi jo vetëm djemtë e Kosovës, por edhe shqiptarët e Maqedonisë. Ajo do mbetet përjetësisht në kujtesën tonë si heroina jonë Nën Drita Bushar. Si e shpreh dhimbjen Ramush Haradinaj kur mori vesh lajmin për humbjen e Nën Dritës. Me dhimbje mora vesh lajmin për ndarjen nga jeta të nënës tonë të madhe Drita Bushar, mbështetëses dhe përkrahëses së Luanit dhe shumë djemve të UÇK-s në Tiranë vitet 90. Shtëpia e Nën Dritës ishte stre e sigurt për vllajën tim, për mua dhe gjithë bashkëluftëtarët e shumë të UÇK-s. Ajo ishte konaku i ngrohtë i djemve më të mirë të lirisë. Nana e dytë për Luanin dhe për ne, dhe për gjithë UÇK-n. Familja ime dhe unë do të ruajmë respektin dhe kujtimin e Nën Dritës dhe do përulemi për jetë heroizmit të saj. Lavdi përjetshëm nënës së UÇK-s Drita Bushati e mbyll ngushëllimin e tij Ramush Haradinaj. Me 30 shtator 2016, Nën Drita u dekorua nga presidenti asaj kohe Thaçi me medaljen presidenciale të meritave, një dëshmi e qartë e kontributit të saj të madh për kombin, për kushtimin e saj të palëkundur për lirinë dhe drejtësinë dhe mbështetjes së saj të pandalshme ndaj shqiptarëve kudo që ishin. Nën Drita ishte dhe do mbetet një nënë e kombit. Zemra e saj nuk rrau vetëm për familjen, por për gjithë shqiptarët. Fjala e saj ishte e thjeshtë, por e ngrohtë. Gjestet e saj ishin të heshtura, por të fuqishme. Ajo nuk kërkoi lavdi, por lavdia i gjeti vetë atë. Mos harroni edhe diçka që thash pak më sipër. Nën Drita vinte nga Marsia e Gjakovës, nga veriu i Shqipërisë, ku poezia është fryt i shpirtit dhe jeta e saj ishte një poezi e gjallë. Si malet që slodhen nga stuhit, si lumen që s'ndalen së rrjedhuri, ashtu ishte edhe Tina Nën Dritë, një burim i pashtershëm dashurie dhe force. Sot, ndërsa kujtojmë dhe ta kujtojmë me krenari, e të mbajmë gjallë kujtimin e saj, duke marrë prej saj fuqinë për të dashur kombin. Jam krenare jemi krenar të gjithë për Nën Dritë. Jam krenare dhe shumë e privilegjuar që jam në besa e saj. Ju falenderoj.